Rikthehemi, Shqipëria është gati për përballjen e sotme në orën 20:45 minuta me Serbinë në stadiumin e Leskovacit. Do të ndalemi, jemi ndalur në fakt përgjatë gjithë ditës së sotme duke përcjell detaje nga mbërritja, pritja, gjithçka tjetër, çfarë pritet në fakt përgjatë kësaj ndeshje. Do të ndalem më konkretisht në këto momente me zotin Abdyl Kuriu, i cili është antar i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve. Zoti Kuriu, duke u ndalur tek sfida në vetvete, në një mënyrë të përgjithshme, çfarë përfaqëson ajo për rezultatin e ekipit shqiptar, për gjithçka tjetër? Sigurisht do ndalemi edhe tek mënyra si janë pritur dhe atmosfera, po të nisim fillimisht tek sfida në vetvete. Ne sot presim një nga ndeshjet më të vështira të grupit ton, nga pikpamja teknike natyrisht, sepse unë specialist i fushës, por sigurisht që ajo ka koeficient vështirësie dhe për arsyet që dihen tani edhe ne nuk duhet i zem më mgroj, sepse më shumë po fokusohemi ke problemet e tjera se sa tek ndeshja. Unë mendoj që kjo është ndeshje që ne na ndan rrugën. Domethënë, ona nis drejt Amerikës ose ne stopojmë vend dhe e mbarojmë garën. Është dhe si rrjedhoi, është presioni shumë i madh tek vetë ekipi dhe tek lojtarët, apo jo? I cili një presion i cili rritet kur kemi parasysh se çfarë ekipi kemi përballë, sidomos. Natyrisht, për arsyet që dihen, skuadra zakonisht merr ngarkesë psikologjike për te asaj që është e anës teknike. Kështu që por favori është që të dyja palët të kenë të lloj ngarkesë. Kështu që ne shpresojmë që në fushën e lojës jemi në fushën e barabarta edhe të luajmë fitore. Ju e thatë, ju jeni vet i fushës, vini vet nga kjo fushë dhe sigurisht që kuptoni dhe mënyrën se si ndihen sot lojtarët e kombëtares shqiptare të futbollit. Cilat janë ato pritshmëritë sot, për të dhënë pak më shumë edhe informacion për publikun? Cilat janë pritshmëritë ndaj skuadrës? Pra, cili do duhet jetë rezultati optimal sot i skuadrës, i ekipit?